Mirëmbrëma të gjithëve. Dua t'ju jap një lajm tepër të rëndësishëm, dua ta ndaj me ju sepse për dikë mund të jetë jetësore. Aleksandar Vučić, ministri i parë i Serbisë, ka dhënë lajmin që së shpejti në gjithë Serbinë do të shpërndahet ilaçi kundër kancerit në mënyrë falas. Dhe ai ka marrë miratimin e Rusisë. Në fakt Putin e ka shkruar dekretin sepse pasi e kanë testuar në Rusi, sepse për ju që nuk jeni të informuar, kush nuk është i informuar, në datën 25 të tetorit filloi në Siberi, pastaj edhe në pjesën tjetër të Rusisë dhe ka dalë me rezultate të paktën deri tani të shkëlqyera, që disa lloj kancerash, ky lloj ilaçi e shëron. Por çfarë është? Ç'është e vërteta, është shpikur që prej shumë kohësh, mendohet që të paktën të jetë shpikur rreth para 10 viteve dhe tregohet që Putin ka rënë dakord me Kinën, sepse ishte ai momenti kur ata menduan që nëse do të krijonin diçka falas për popullin do ta kishin me vete. Dhe kjo ishte zgjidhja më geniale që bën. Në fakt, ky tregohet që është një nga ilaçet, por ka dhe ilaçe të tjera që sipas tyre ata pas kanë gjetur edhe se si njeriu mund të jetojë deri në 200 vjet. Ç'është e vërteta, kishte dalë një video para disa kohësh që tregonte, e kanë folur të gjitha mediat këtë, që gjoja mikrofonat mbetën hapur, që Rusia ka gjetur mënyrën së bashku me Kinën se si të mund të jetojnë deri në 200 vjet. Madje dikush thotë që kanë gjetur mënyrën se si mund të jetojnë më shumë se 200 vjet. Megjithatë, kjo lloj vaksine, sepse e quajnë vaksinë, por është sepse kështu e quajnë gjithë, vaksinë. Fakt dikush edhe na korrigjoi sepse kisha bërë një video në një portal tjetër, por pak rëndësi ka. Vaksina apo ilaç është diçka që për shumë njerëz është thelbësore dhe do t'ju them se përse. E para një që është një imunomodular, pra modifikon. Por e vërteta është që disa individ që në bazë të disa profileve, të profilit të një gjenetik të një njeriu, pra ai i japin dozën e durë, sa nuk mund ta marrin disa që nuk kanë sëmundje. Pra ai që nuk është i smur nuk mund ta marri. Pra që ti ta parandalosh. Jo, është vetëm për ata që janë të smur. Bile do t'ju them, një shoku im nga Vlora ka qenë i martuar me një vajzë nga Rusia dhe ai ka një djalë. Mirëpo ka disa vite, më duket 7-8 vite, që nëna e tij, pra e këtij djalit nga Vlora, është smur me tumor. Dhe e ka sjellë në Itali, ka qenë edhe në vende të tjera, por deri tani në Itali sikur e kanë ndaluar pak. Dhe tregohet që i ka thënë mjekët, i kanë thënë që nuk e ka të gjatë. Me fjalë, i kanë dhënë maksimumi 3 vjet. Dhe ky shoku thotë që me anë të foli me ish të dashurën e tij, si thash, ka djalë me të, dhe djali është atje, jeton në Rusi, dhe i pas ka thënë që ajo mund t'i siguroj, pra një ilaç, duke nuk dihet se si, por i ka thënë që mund t'a siguroj, sepse kush është me ndoshta kush është me lidhje me disa lidhje gjaku ose lidhje familjare me Rusin, mund të marri këtë lloj ilaçi. Megjithatë, unë doja që t'ju informoja sepse doja të nënvizoja diçka vërtet serioze. Kisha bërë postin si ju thash, dhe disa kanë bërë disa komente vërtet për të ardhur keq. Dikush, pjesa dërmuese e njerëzve janë dakord, por disa kanë bërë disa komente, për shembull, shkruajnë që unë më mirë të vdes se sa të marr atë ilaç, ose kush më thot mua që ky ilaç është i sigurt apo tjerë. Dhe unë bëra një pyetje që nuk mu përgjigj dot. Njeri për shembull që ta shikonin dhe ta lexonin të gjithë të tjerët. I thash, dëgjoj, e ka tjetri problemi, sepse nëse problemi do të ishte yti, ti nuk do ta mendoje 2 herë, sepse nëse të kanë dhënë
një datë që ti të thonë për shembull, që ti nuk ke më shumë se një vit jetë, apo 2 vjet jetë, ti edhe sikur në qiell të shkosh, ti do kërkosh se si të mund të mbijetosh. Pra nuk mund të shkosh, nuk mund të thuash që paprit njërsi është ky, sepse përveç se ta falin, në këtë rast ta falin, por ti nuk i ke ditët të numëruara. Pra ti në një mënyrë apo në një tjetër nuk do të jetosh më. Kështu që në qoftë se ky ilaç do të ishte diçka që për të vrarë njerëz, për shembull, ose kjo vaksinë për të vrarë njerëz, nuk ishte pse ta bënin, sepse ata janë gjatë të vrarë, si mund të quhet. Ata janë sot apo nesër, kush është i smur me kancer, do vdes. Kështu që unë nuk mendoj që ky lloj ilaçi ose kjo lloj vaksine ka të bëj me shpopullim. Absolutisht, nuk e mendoj. Sidoqoftë unë doja ta diskutoj me ju, sepse unë këto video t'i bëj për ju dhe me ju. Dhe ndaj doja që ta diskutoja. Ju çfarë mendimi keni? A i keni dëgjuar këtë ilaçin dhe a kemi folur dhe herë të tjera, por si që thash, ndoshta nuk jeni të informuar sepse kisha bërë dhe një video para ca muajsh, kur ishte vendosur që do testoj në një pjesë të Rusisë, pra në Serbi, në fakt doli, u testua, jo vetëm u testua, por edhe u dha shumë njerëzve dhe shëron disa lloj sëmundje deri në 100%. Disa të tjera arrin deri në një farë, sepse ka dhe një 0.1%, por varet edhe nga profili gjenetik i njeriut. Dhe po ja u them sepse, për shembull, vetëm në Evropë gjenden rreth 1.200.000 njerëz të smur me kancer. 1.200.000 vetëm në Evropë. Dhe ata që janë të dokumentuar, merrem mend ata që nuk janë të dokumentuar dhe të tjerë që nuk e dinë. Dhe padyshim dikush e ka të nevojshme që të di këto informacione. Ndaj do të dëshiroja që ju që i dëgjuat këtë lajm, do t'i lutesha ta shpërndani këtë video, të lini komentin tuaj, sepse duke lënë komente, duke diskutuar, njerëzit edhe lexojnë, sepse mos kujtoni se nuk lexojnë, ju lexojnë që të gjithëve. Dhe këto diskutime të përbashkëta e ndihmojnë, pak të ndihmojnë shqiptarët, sepse ndoshta do kujt mund t'i shpëtojmë edhe jetën. Ku i din? Shumë njerëz nuk janë të informuar. Mos mendoni se ju, nëse i dini ju, edhe të tjerët i dinë. Jo. Sa gjëra kam shkruar unë se kam folur këtu që një pjesë di, por pjesën tjetër e kam lexuar mes jush. Dikush nga ju na i ka kompletuar informacionin. Kështu që doja t'ju thosha me këtë që ky lloj ilaçi mund të jetë thelbësor për disa njerëz. Ndaj, dëshiroj që të lini një koment dhe ta shpërndani. Bile kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos, sepse në këtë mënyrë shihemi sërish. Nuk ju kushton asgjë. Kush është i ri këtu dhe nuk e ka bërë, ose nëse keni harruar. Dhe po ju thosha që për Serbia, me fjalë Putin ka vendosur që pas Rusisë do vi Serbia. Pra Putin po e bën në këtë moment po ja dhuron, si mund të quhet, të gjithë të sëmurve në Rusi, ku në përqindje janë shumë më pak se sa vendet e tjera në botë, t'ja u garantoj këtë, sepse në bazë të numrit po flasë, të numrit popullsisë janë shumë më pak, por sidoqoftë pas Rusisë ai ka vendosur ka rënë dakord me Vučić. Pra edhe Aleksandar Vučić ka dalë tani me deklaratën e fortë që të gjithë po flasin për këtë, edhe në Itali flitet për këtë, edhe në Amerikë kanë folur për këtë, që Serbia do të jetë vendi tjetër, pra vendi i dytë pas Rusisë që do të marrë ilaçin gratis për të sëmurët. Quhet Eteromax, ky lloj ilaçi, siç ju thash, është Eteromax, por siç ju thash është imunomodular. Dhe disa që gjoja korrigjojnë duke më thënë që jo është ilaç dhe jo është vaksinë, pak rëndësi ka. Nuk është ky thelbi i këtij informacioni. Informacioni është i saktë dhe ne nuk duhet të kapemi nëse është ilaç apo është vaksinë, por duhet të japim informacione sepse dikush ka edhe dëshirë që të di për më tepër, dikush e ka të nevojshme, të domosdoshme që di, dhe në këtë rast, si thash, dikush që mund ta di, mund t'i shpëtoj dhe jetën. Bile do t'i them, kam dëgjuar për një familje nga
këtu nga Italia që kanë kërkuar të marrin vizë, sepse duhet dini që ka kohë që duhet marrësh vizë për të shkuar dhe për të shkuar që të kurojnë të birin e tyre, nuk është i ri, por këta janë 78-80 vjeç dhe kanë të birin e tyre që është 54 mos gaboj, duan që ta çojnë në Rusi, sepse thonë që te këtyre ilaçeve, pra këtyre që janë këtij Eteromaxit, tregohet që kanë edhe ilaçe të tjera që i mbajnë fshekt që t'i nxjerrin dal nga dal për të bërë që të flitet gjithmonë. Siç u thash dhe në fillim, kjo lidhje që ka bërë ky Putin me Kinën për të bërë që të flitet, që është e mundur që të flitet, mendohet që është futur si projekt në projektin e BRICS-it. Dhe është një projekt që mendohet që do të zgjasë të paktën 10 vjet. E kanë bërë këtë me fjalë që të lënë ose të dhurojnë ilaçe gratis të disa sëmundjeve që kanë qenë deri tani të pakurueshme dhe këta mendohet, po e them edhe një herë, që i kanë shpikur, kanë kohë që janë shpikur. Dhe kjo familje italiane, që është shumë e informuar, njëri prej tyre është edhe profesor, mendon, pra i babai i këtij zotëris, dhe kanë bërë kërkesë që të shkojnë në Rusi. Po e them këtë sepse këta i njoh, por mendojnë edhe të tjerë, me fjalë po mundohen që të shkojnë në Rusi që të marrin këtë lloj ilaçi. E them sepse në trojet shqiptare kjo situatë po rëndohet gjithmonë më shumë. Nuk ka familje të trojeve shqiptare që nuk ka një të smur me kancer. Dhe kjo është tmerr. Bile do t'ju them, në përqindje, në trojet shqiptare, në përqindje të popullsisë po të flas, është shumë më lartë se sa në vendet e tjera. Ndonë se popullsia është e vogël, pra rreth 2,5 milion apo 2 milion, le ta zëm 3 milion, numri i të sëmurëve me kancer është më i lartë se në vendet e tjera, nëse Shqipëria do të ishte për shembull 10 milion apo 50 milion, ose ndoshta 100 milion do të kishte bërë kërdin. Dhe ky është shkaku i mos kontrollimit të ushqimeve. Kryesisht ushqimet, pastaj edhe mënyra e jetesës. Bile do t'i them, unë mbaj mend që në vitin 1900, po ja thosha disa shokëve sot, në vitin 1998, teksa ishim në një zyrë, isha ushtar atëre, lexova në një broshur që në Shqipëri kishte në atë kohë, në 98-ën, 3 të sëmurë me kancer. Pra ishte shkruar 3 të sëmurë me kancer. Keni parasysh apo jo, në gjithë Shqipërinë, atë kohë ishin 4 milion banor, pra afërsisht 4 milion e ca. Por merreni me mend tani sa ka. Tani në çdo familje shqiptare ka një të sëmurë. Pse kjo? Sepse në anë të parë ne po vrasim njëri tjetrin, po e vrasim me ato gjërat që prodhojmë, me ato të ushqimet e modifikuara, mënyra e jetesës etj. Dikur jetonim në natyrë dhe ishim në kontakt me natyrën dhe me kafshët. Sot ne kemi humbur, e kemi shkëputur kontaktin. Dhe edhe kjo luan një rol të rëndësishëm. Megjithatë, unë doja t'ju informoja që kush ka dëshirë, me fjalë që të informohet më shumë për sa i përket Eteromaxit, pra kësaj vaksine ose këtij ilaçi quheni si të doni, që jo vetëm në Rusi, por do të futet edhe në vendet e tjera ku janë pro Rusis, unë ja u sugjeroj që të bëni kërkimet tuaja që të mund të siguroni diçka. Dhe tjetra, situata siç është tani mes Rusisë dhe shtetit shqiptar, unë nuk mendoj që do ta marrë shteti shqiptar, do të jetë i fundit fare, sepse qeveria shqiptare ka folur kundër Putinit dhe kundër Rusisë. Ka vite që e bën këtë dhe Putin e di shumë mirë këtë. Bile e ka nënvizuar në disa raste që është mirë që Shqipëria mos flasë të mbylli gojën, e ka thënë publikisht. Dhe nga relatat e vështira që janë tani, unë nuk besoj që në Shqipëri mund të japi ilaçin falas. Por do mbani mend që të gjitha vendet përreth do ta marrin, përveç se Shqipëria do të jetë e fundit fare. Për shumë arsye, nuk mund t'i themi dot këtu, por unë po ju them që nëse dikush nga ju ka të domosdoshme që ta kërkoj të ilaçin ta gjej, është mirë që të shkoni në vendet ku është menduar për të
marrë këtë ilaçi, si për shembull në këtë rast Serbia. Ju informova, pres komentet tuaja, shpërndajni këtë informacion, ju përshëndes dhe natën e mirë. Shpresoj që të ketë sa më pak shqiptarë me këtë lloj sëmundje. Shpresoj. Ju përqafoj.